Ajo që do të vi tani është vajzë e një familje të vjetër tiranëse që në fakt i përket brezit të sotshëm, që edhe pse i do dhe respekton prindrit e vet, përsëri qesh pa të keq me gjërat që nuk shkojnë sot. Vjen me gjithë dashurin për nënën e saj, goca e mamit. E keni parasysh atë shiun që javën që kaloi? Aha. Atë ditë, edhe zosht po hecnin në këmbë, që ta dini, pikërisht një nga këto ditët, unë zgjohem në orën 7 mëngjesit nga një zhurmë e çuditshme. Ishte mami im, që kishte marrë një çadër nga ato të plazhit, me çizme llastiku deri këtu, me një mushama, me një rip këtu në mes si ushtar, edhe që ngelem, e shoh, mami, ku po shkon kështu? Po dali herë për kismet. Pse, kena i gjoti? Ho pra, qarë? Jam të shku pra me bo pazarin, se i kena dolapet bësh, e në mi u ka për të ngordh aty. A merr vesh? E në mi ligonet në kon hik. Pse, qa ke? Kena i hall. Ua, jo me mame, po, shne ti këshu e veshur, si shkosh këshu njerë? Po në modhemi pse jam shumë tute, s'ka gjo, se heci shpejt e në zdaloj. Nese, halli nuk është këtu. Problemi është që ne shtëpinë e kemi muk e pazariri. Po jo, mami im e bën pazarin me dreseja, ysberisht, milot të gjëja gjallë. A tjetë keqe nona, majdanozi oj 100 lek më pak. Domotja 200 lek më pak. Patligjoni 500 lek më pak. Një ku bën 800 lek i da veç. E shef, se këshu bëhet pazari, gur bëhet kalaja. Mimi mami mirë, po i thon një laf që s'ja vle barra qeran. Pushate, pa na kallzoti, u boveza me mësu pullën, mu tu mra bret ku ane, tu lon kockat rrugve me kursyat 100 leksh për surratin tat, për atë pajën tate, po e bëj gjithë te. Po pse mi mam, po mirë, prit një sekund, sa të vishëm edhe të vitë ndimoj. Ik me hikë se si e për gjote, në një moke ti, rrim shpia ty se jo më ljerëshëm vetëm. Mirë, dakord, kthehet pas 3 orësh, qull, çadrës i kishin dalë tela, 2-3 se t'ishin plot e për plot, për mos mjaftuar këto edhe një bombël gazi që e tërhiqte zvarr. O, më tongër të morti aty i shalla, që jom të dhënë shpirt këtu, e ne qësë një më, që si e për gjotë e dreq kalamoni, o mizerje, po pse mi mami e bërë këto gjën vetëm, pse ja fut kote dhe ti? Hik mi ma se si e ti për gjotë, po një moke ti, po në ble pazarin ti, i erë që më ke dalë pazar, mi ma blevat majdanozin që su shifte me sy që me përplesën fajqet murit s'niste. Po mjemi, po ku ishte që u vënove kaj shumë? Kom gjeti pazar të ri. A, si ishte se linoja aty, bukra dheut me tarë gjunov me hongër mi, a që mirë ishte, fyqe, e me 200 lek më pak, po mirë, po ku ishte, se di, po kilometri i 7 autostradës Tiron Durrës i thëshin. Moj, jenë Terezike shkuar në këmbë deri atje? Ja, hikam autobus, po ku ktheva në komi, rasha neka kamza, me pajer, qa u bote, pa e se të bom mire në përkomët, me u shkrythit qik, ha? Se thote për qakullim në gjakut, të bom mirë shumë. Po mirë me mame, po pse me mame e lo vetën kaj shumë, s'ke pse? Hik me mone ti, shif që kom le, sa qyqja mesi, goce, bi, po s'jo më për këta punmi, nuk jo më për të hecë këshume, po jo me, po s'ko mu një gotë që të mbëj pazarin, se një jerë që më shkove këj marketi këtu për balë, bon e pazar të gjana bleve bishtare desh në njëllën në fyt, që e kishin atë filis pangon aty, që qatë thëmë më, jo me, po ti të qitë me këputë s'kuqe me sjeti, e di se oj gjo, duhet me i gjumu gjo s'lirë. A kupta, sa oj e laf, ti gjo mo pares, pare aty, e këshu, a merë vesh, një gjo. Se, o të djek fyti, apo ma boj qaje, se që kam ftof që u ftof shën tajare ti që s'më një mo për asë gjo. Na sil e ne i legend me ujtë në rofët i fus.com, e ne meri këto paret, e ne shko na blej i antigrip, i shurup, e ne të kusurin boj aspirina. Mami, a po kupton tani që po del me humbje? Pusha, mëlle, le lafeti, pa na kalzoti. Si du për vete.
Kjo nuk është asgjë, se është ky tmerri që i bën tregtarëve të butiqeve kur shkoj bleu ndonjë gjë. Një herë i thash, kam lënë ka parë ky dyqani këtu ke lagja, shko se s'kam kohën. Po, kur kthehem unë, që nga Skënderbeu, dalloj furgona policie. Mami im ulëriste me gishta në vesh. Mizeria! Hajdutje ti! 30.000 lekë të copa leckës, as për qimentot se përdor. Ja, po fajnë e ka goca ime, që vje ke ty, e ke ble 5.000 lekë ne ka kastoqet e kinës, e ne vje e ma sheti mu 30.000 lekë këtu. Ja, po unë që jam gruja lagjës, nuk pa ma jep ti 5.000 lekë? Kjo ishte e para fundit. E fundit ishte kjo. Shkojmë të dyja bashkë, unë doja të shija për një fustan, edhe i them, sa kushton kjo, cuni? 80.000 lekë. 80! 10.000 lekë për të më dhonë. Unë u shqeva nga sytë, mami, vëllë se mos në flish të tash. Po sha, mizerje. A more që ti ullë çmimin. Qa ke tash, pëse më qitë bluff. Ri, se kshu i do mushka drut, po s'mër veshti. Edhe si përfundim, bas disa ditësh, vjen mami me këto fustanin. Na, mi dreq, se ta kom bo dhurat, e në ta dish, 50.000 lekë jo kom ull. Bo, të nesërmen, ky djali kishte ikur nga lagja. Ishte një qepen aty te ish dyqani ti, ku shkruante, jemi transferuar shumë larg.